Përshëndetje të dashur shikues. Para se të fillojmë historinë e sotme, dua t'ju bëj një pyetje që ju prek zemrën. A keni njohur ndonjëherë një nën që ka sakrifikuar gjithçka për fëmijët e saj, por në fund është gjetur krejtësisht e vetmuar? A keni dëgjuar për prindër që kanë dhënë çdo grimc të jetës së tyre, por kur kanë pasur nevojë më shumë, fëmijët i kanë kthyer shpinën? Nëse po, shkruajeni në komente. Nëse jo, por e keni imagjinuar ndonjëherë këtë dhimbje, shkruajeni gjithashtu. Ndajeni me ne përvojën tuaj, sepse historia që do të dëgjoni sot është aq e vërtetë dhe aq e dhimbshme, saqë do t'ju bëjë të reflektoni thellë mbi vlerën e prindërve. Komentoni, reagoni, dhe nëse kjo histori ju prek, ndajeni me të tjerët që të kuptojnë se çfarë nënkupton fjalën sakrificë. Tani, uluni rehat, sepse historia e Fatimes është një histori që nuk harrohet lehtë. Fatime ishte një grua e thjeshtë, e lindur në një fshat të vogël malor ku jeta lëvizte me ritmin e stinëve dhe ku njerëzit mbështeteshin te njëri tjetri për të mbijetuar. Shtëpia e saj ishte një kason e vogël me mure gëlqeror dhe një çati që pikonte kur reshte. Por për Fatimen, ajo ishte bota e saj e vogël, e ngrohtë nga dashuria e nënës dhe babait të saj që punonin nga agjimi deri në muzg për të siguruar bukë për tryezë. Që vogël, Fatime kishte mësuar se jeta nuk ishte e lehtë. Kishte mësuar të punojë në ara, të mblidhte dru për zjarr, të ndihmonte nënën në gatim dhe të kujdesej për bagtit. Duart e saj kishin filluar të forcohen që në moshë të re dhe shpirti i saj kishte mësuar të duronte në heshtje. Askush nuk ankohej në atë fshat. Njerëzit jetonin me atë që u jepte toka dhe me atë që u lejonte Zoti. Kur Fatime u bë vajzë e re, të gjithë në fshat filluan të flisnin për të. Ishte e bukur, me sy të mëdhenj gështenj që shprethonin butësi dhe me një buzëqeshje që ndriçonte edhe ditët më të errta. Por më shumë se bukuria, ishte zemra e saj që tërhiqte njerëzit. Fatime nuk refuzonte kurrë të ndihmonte dikë. Nëse një fqinj kishte nevojë për ujë, ajo e mbushte kovën e tij para se të mbushte të veten. Nëse një plak kishte nevojë për dru, ajo i priste drurët e saj dhe ja qonte. Prindrit e Fatimes e donin me gjithë zemër, por e dinin se një ditë do të duhej ta linin të shkonte. Kështu ishin zakonet. Vajzat rriteshin, martoheshin dhe shkonin të jetonin me familjen e burrit. Dhe ashtu ndodhi edhe me Fatimen. Një ditë pranvere, kur lule dielli sapo kishte filluar të lulëzonte dhe era e freskët e maleve sillte erën e tokës lagësht, një burr erdhi në shtëpinë e Fatimes. Emri i tij ishte Shaban, një burr që vinte nga një fshat fqinj dhe që kishte dëgjuar për Fatimen. Nuk ishte i pasur, por kishte një tokë të vogël dhe një shtëpi që mund të strehonte një familje. Ishte burr punëtor, me duar të forta dhe me një shprehje të rrept, por jo të keqe. Martesa u bë shpejt, siç ndodhte në ato kohra. Nuk ishte dashuri e madhe në fillim, por ishte respekt dhe një premtim të heshtur, që të dy do të punonin bashk për të ndërtuar një jetë. Fatime u largua nga shtëpia e prindërve me lot në sy, por edhe me shpresë në zemër. Shpresonte do të ishte një nënë e mirë, një grua e mirë dhe do të ndërtonte një familje të lumtur. Por jeta kishte plane të tjera për të. Shtëpia e Shabanit ishte edhe më e vogël se ajo e prindërve të Fatimes. Ishte një dhomë vetme me vatrën në qendër dhe një shtrat të vjetër ku flinin. Nuk ishte shumë, por Fatime nuk u ankoi. Ajo filloi menjëherë të punoi. Çdo mëngjes gjohej para dritës së diellit, ndizne zjarrin, gatonte bukë dhe pastaj shkonte në ara për të punuar krah për krah me Shabanin. Shabani nuk ishte burri shumë fjalëve. Fliste pak dhe punonte shumë. Ndonjëherë shikonte dhe pyetej veten nëse ai e donte, por pastaj e kujtonte veten se dashuria nuk ishte diçka që thuhej me fjalë në atë botë. Dashuria tregohej me punë, me sakrificë, me qëndrueshmëri. Dhe Shabani qëndronte. Punonte nga agimi deri në mbrëmje, kthehej i lodhur i shtëpi dhe hante në heshtje atë që Fatime kishte përgatitur. Muajt kaluan dhe Fatime mbeti shtatzën. Kur e kuptoi, zemra i ra në vend. Një fëmijë, një jetë e re, një arsye më shumë për të punuar, për të shpresuar, për të ëndërruar. Ajo i tregoi Shabanit një mbrëmje kur ishin ulur pranë zjarrit. Ai nuk tha shumë, vetëm koi dhe vazhdoi të shikonte flakët. Por Fatime pa diçka në sytë e tij, një shkëndi të vogël, ndoshta krenari, ndoshta përgjegjësi. Shtatzënia ishte e vështirë.
Fatime vazhdoi të punonte në Ara deri në muajt e fundit, sepse nuk kishte kush tjetër ta bënte punën. Trupi i saj u lodh, por shpirti i saj mbeti i fortë. Ajo fliste me fëmijën që mbante në bark, i premthonte një jetë më të mirë, një botë ku do të kishte mjaft bukë, mjaft ngrohtësi, mjaft dashuri. Kur erdhi momenti, Fatime londi në shtëpi me ndihmën e një mamice plake nga fshati. Dhimbja ishte e tmerrshme, por kur dëgjoi për herë të parë qarjen e fëmijës së saj, çdo dhimbje u zhduk. Ishte një djalë, e emëruan Agimi. Agimi i jetës së re, shpresa e një fillimi më të mirë. Fatime e shikoi fëmijën e saj dhe lotët i rrjedhin pa kontroll. Të premtoj, i përshpëriti ajo, se do të bëj gjithçka për ty. Do t'jap atë që unë kurrë nuk e pata, do të mbroj nga çdo gjë. Por premtimet janë të lehta për t'u bërë, dhe jeta është e vështirë për t'i mbajtur ato. Pas Agimit erdhi Besnik, pastaj Drita, pastaj Lumi dhe më në fund Arta. 5 fëmijë në total. 5 gojë për të ushqyer, 5 trupa për të veshur, 5 zemra për të mbrojtur. Shtëpia e vogël ishte plot me zëra, me të qara, me të qeshura, me jetë, por ishte edhe mbushur me mungesë. Shaban punonte sa të mundej, por toka nuk jepte mjaftueshëm. Vitet ishin të vështira, ndonjëherë vjelja ishte e mirë, por më shpesh ishte e dobët. Ndonjëherë nuk kishte bukë për disa ditë, dhe Fatime i jepte fëmijëve atë që kishte, duke mos ngrënë vetë. Ajo thuhej se nuk kishte uri, por stomaku i saj gërhiste dhe trupi i saj dobësohej me çdo ditë që kalonte. Fëmijët e saj ishin gjithçka për të. Kur Agimi shkonte në shkollë, Fatime qepte rrobat e vjetra që të mos dukej i varfër para shokëve. Kur Besniki sëmurte, ajo kalonte net të tëra zgjuar duke mbajtur në krah dhe duke u lutur që mallit kalonte. Kur Drita qante për një lodër që nuk mund ta kishte, Fatime i tregonte përralla dhe mbushte imagjinatën e saj me ëndra që nuk kushtonin asgjë. Por sa më shumë jepte, aq më pak mbetej për vetveten. Fatime filloi të plakej përpara kohe. Flokët e saj filluan të zbardhen kur ishte ende 30 vjeç. Duart e saj u bën të ashpra si lëvore peme nga puna e pafund. Shpina e saj u përkur nga barra që mbarte çdo ditë, ujë nga burimi, dru nga pylli, barr nga Ara. Dhe Shaban? Shaban po zbehtej. Nuk ishte më ai burri që kishte qenë dikur. Puna e rëndë dhe vitet e uris e kishin lodhur. Filloi të sëmurte shpesh, kollite natën dhe Fatime e dëgjonte, por nuk tha asgjë. Çfarë mund të bënte? Nuk kishte para për mjek, nuk kishte para për ilaçe. Një natë dimri, kur bora kishte mbuluar gjithçka dhe i ftokë depërtonte në përplasaritjet e mureve, Shaban nuk u zgjua. Fatime e gjeti në mëngjes, të ftohtë dhe të palëvizshëm. Nuk ka fjalë që mund të përshkruajnë atë që ndjeu në atë moment. Nuk ishte vetëm humbje, ishte tmerr, sepse tani ajo ishte krejtësisht vetëm me 5 fëmijë për të rritur. Pas vdekjes së Shabanit, jeta e Fatimes u bë një betejë e përditshme për mbijetesë. Nuk kishte më askënd që të ndihmonte në Ara, nuk kishte më askënd që të sillte të ardhura, sado të vogla. Ishte vetëm ajo dhe fëmijët e saj. Fqinjet ishin të mirë në fillim, disa sillnin bukë, të tjerë sillnin qumës ose perime, por mirësia e njerëzve nuk zgjat përgjithmonë, veçanërisht kur edhe ata vetë kanë pak. Pas disa muajsh, ndihma u bë më e rrallë. Njerëzit kishin problemet e tyre dhe Fatime e kuptonte këtë, nuk kërkoi më. Por fëmijët ishin të vegjël dhe kishim nevojë për të ngranë. Agimi ishte më i madhi, vetëm 12 vjeç, por filloi të punonte si i rritur. Shkonte në Ara me prindrit e tjerë të fshatit dhe punonte për një cop bukë ose për pak grur. Fatime e shikonte dhe zemra i thyhej. Ai duhet të ishte në shkollë, duhet të lozte me shokët, duhet të ishte fëmijë, por jeta e kishte bërë burr përpara kohe. Besniki, Drita, Lumi dhe Arta ishin ende të vegjël për të punuar, dhe Fatime bënte gjithçka për t'i mbajtur larg urisë. Punonte çdo punë që gjente, lante rroba për të tjerë, pastronte shtëpi, mblidhte fruta në vjelje, korte grur në ndjellin përvëlues. Duart e saj gjakoseshin, shpina e saj dhemte aq shumë sa që ndonjëherë nuk mund të rrinte drejt, por nuk ndalonte. Netët ishin të vështirat. Kur fëmijët flisnin, Fatime qëndronte zgjuar dhe numëronte shqetësimet e saj. A do të ketë bukë nesër?
A do të mund të paguaj për vajin, për lambën? A do të mund t'i vesh fëmijët në dimër? Ndonjëherë kur ishte krejtësisht e lodhur dhe e mërzitur, Fatime ulej pranë zjarrit dhe qante në heshtje, por asnjëherë nuk laqe fëmijët ta shihnin të qante. Para tyre, ajo ishte gjithmonë e fortë. Para tyre, ajo buzëqeshte dhe u thoshte se gjithçka do të ishte mirë. Nëna do t'ju mbroj, asnjëherë mos u shqetësoni. Por thellë në zemër, Fatime kishte frikë. Frikë se një ditë nuk do të mund të vazhdon më. Frikë se një ditë do të bjerë dhe nuk do të mund të çohet. Vitet kaluan dhe fëmijët u rritën, por varfëria nuk u largua. Nëse diçka u bë edhe më e thellë. Fatime ishte tani në të 40-tat, por trupi i saj dukej sikur ishte 60. Çdo ditë ishte një luftë. Çdo mëngjes zgjohej me dhimbje në gjithë trupin, por e detyronte veten të çohej, të punonte, të vazhdonte. Agimi ishte tani një djalë i ri, gati 20 vjeç. Punonte rënd në ndërtim me grupet që shkonin në qytet, sillte para në shtëpi, por ato para asnjëherë nuk ishin të mjaftueshëm. Besniki kishte filluar edhe ai të punonte, ndërsa Drita ndihmonte Fatimen me punët e shtëpisë dhe me rritjen e të dy të vegjlit, Lumi dhe Arta. Fatime shikonte fëmijët e saj dhe ndjente një përzierje emocionesh. Ishte krenar për ta, sepse ishin bërë të fortë, të punëtor, të guximshëm, por ishte edhe pikëlluar sepse nuk kishin mundur të jetonin një letë normale fëmijërie. Kishin humbur ëndrat, kishin humbur gjerin, kishin humbur atë pafajësi që çdo fëmijë duhet të ketë. "Më falni", u thoshte ajo ndonjëherë. "Më falni që nuk munda t'ju jap më shumë." Por fëmijët e saj e përqafonin dhe i thoshin se nuk kishte pse të kërkonte falje. "Ti na dek gjithçka, nëna, pa ty ne nuk do të ishim mbijetuar." Dhe ishte e vërtet. Fatime kishte qenë gjithçka për ta. Nën, bab, mbrojtëse, ushqyese, shpresa. Kishte dhënë çdo grimc të vetes për t'i mbajtur ata gjallë. Por kishte edhe diçka që Fatime nuk e thoshte me zë të lartë. Kishte një dhimbje të fshehtë në zemër, një pyetje që e mundonte. "Kur unë të kem nevojë, a do t'jeni ju këtu për mua?" Me kalimin e kohës, fëmijët filluan të bëheshin të pavarur. Agimi u martua me një vajzë nga fshati fqinj. Martesa u bë shpejt dhe pa shumë fest, sepse nuk kishte para për dasëm të madhe. Gruaja e re erdhi të jetonte në shtëpinë e ngushtë ku Fatime dhe fëmijët e saj kishin jetuar gjithë këto vite. Fillimisht, gjithçka dukej në rregull. Nusja ishte e sjellshme dhe ndihmonte në shtëpi. Por me kalimin e muajve, gjërat filluan të ndryshonin. Nusja filloi të ankohej se shtëpia ishte shumë e vogël, se nuk kishte mjaftueshëm hapësirë për të gjithë. Filloi të bëhej e pakëndshme me Fatimen, të fliste ashpër me të, të mos e respektonte. Agimi ishte në një pozitë të vështirë. Nga njëra anë ishte nëna e tij që kishte sakrifikuar gjithçka për të. Nga ana tjetër ishte gruaja e tij që po kërkonte një jetë më të mirë. Dhe në fund, Agimi zgjodhi heshtjen. Nuk e mbrojti nënën, nuk ju përgjigj kruas, thjesht heshti. Fatime e ndjeu këtë si një thik në zemër, por nuk tha asgjë. Çfarë mund të thoshte? Nuk donte të ishte shkak i problemeve midis djalit dhe gruas së tij. Besniki u martua edhe ai pas pak kohësh, dhe historia u përsenit. Gruaja e tij nuk donte të jetonte me Fatimen, donte një shtëpi vetëm për ta. Dhe besniki, ashtu si Agimi, nuk tha asgjë për ta mbrojtur nënën. Drita u martua me një burr që jetonte në një qytet tjetër. U largua dhe premtoi se do të kthehej shpesh për ta vizituar nënën. Por vizitat u bën gjithnjë e më të rralla. Jeta në qytet ishte e zënë, kishte fëmijë për të rritur, kishte shqetësime të saja. Lumi dhe Arta, dy më të vegjlit, ishin ende në shtëpi me Fatimen, por edhe ata po fillonin të mendonin për jetën e tyre, për të ardhmen e tyre. Dhe Fatime, që kishte qenë gjithmonë qendra e familjes, filloi të ndjente se po bëhej periferike. Po bëhej dikush që ekzistonte, por që nuk ishte më e nevojshme. Momenti që Fatime e kishte friksuar më shumë, erdhi një natë dimri. Agimi dhe gruaja e tij kishin vendosur të ndërtonin një shtëpi të vogël në një pjesë tjetër të fshatit. Kur ja than Fatimes, ajo u përpoq të buzëqeshte. "Është mirë", tha ajo. "Ju nevojitet më shumë hapësirë, ju keni fëmijë tani." Por brenda diçka u thye. Sepse kur Agimi u largua, ai nuk e ftoi Fatimen të shkonte me ta. Nuk tha: "Nën, ti do t'jesh gjithmonë me ne." Nuk tha:
ti ke një shtëpi tek ne sa kohë të duash. Thjesht u largua. Besniki bëri të njëjtën gjë. Gruaja e tij kishte kërkuar që të jetonin vetëm dhe Besniki pranoi. Kur iku, Fatime ju drejtua dhe i tha: "Mos harro nënën." Ai kreu, por nuk tha asgjë më shumë. Drita telefononte ndonjëherë, por bisedat ishin të shkurtra. "Si je nën?" "Mirë." "Fëmijët janë mirë?" "Po." "Atëherë të flas një herë tjetër." Dhe telefoni mbyllej. Lumi dhe Arta ishin ende aty, por edhe ata po bëheshin të largët. Kalonin kohë me miqtë e tyre, planifikonin të ardhmen e tyre, dhe Fatime e kuptonte. Ata ishin të rinj dhe kishin të drejtë të jetonin jetën e tyre. Por kuptimi nuk e bënte dhimbjen më të lehtë. Kur Lumi dhe Arta u martuan dhe u larguan edhe ata, Fatime mbeti krejtësisht e vetme. Shtëpia që dikur ishte e mbushur me zëra, me të qeshura, me jetë, tani ishte e heshtur. Muret dukeshin edhe më të ftohtë, edhe më të errët. Fatime kalonte ditët duke bërë pak punë në shtëpi, duke ecur në përfshat, duke pritur që dikush nga fëmijët e saj të vinte ta vizitonte. Por vizitat ishin të rralla dhe të shkurtra. Agimi vinte një herë në muaj, qëndronte gjysmë ore dhe më pas thoshte se kishte punë. Besniki vinte edhe më rrallë. Drita telefononte, por nuk vinte. Lumi dhe Arta kishin jetën e tyre në qytet dhe rrallë kujtonin të telefonojnë. Fatime filloi të flas me veten. Ndonjëherë ngrinte tavolinën sikur kishte mysafir, sikur fëmijët e saj ishin ende aty. Ndonjëherë qëndronte në prag të derës dhe shikonte rrugën, duke shpresuar se do të shihte njërin prej tyre duke ardhur, por askush nuk vinte. Njerëzit e fshatit e shihnin dhe i vinte keq për të. Ajo grua dha gjithçka për fëmijët e saj, thoshin ata, dhe tani është e harruar. Por askush nuk bënte asgjë, sepse kështu funksiononte jeta. Njerëzit kishin problemet e tyre. Një ditë, Fatime vendosi të flas me fëmijët e saj. I thirri të gjithë dhe u tha se donte t'i shihte. Agimi erdhi, por gruaja e tij nuk erdhi. Besniki erdhi, por qëndroi vetëm pak minuta. Drita nuk erdhi fare, por telefonoi dhe u shfaqëzoi se kishte punë. Lumi dhe Arta ishin aty, por edhe ata po bëheshin të largët. Kalonin kohë me miqtë e tyre, planifikonin të ardhmen e tyre, dhe Fatime e kuptonte. Ata ishin të rinj dhe kishin të drejtë të jetonin jetën e tyre. Fatime u ul përpara tyre dhe filloi të flas me zë të qetë. "Fëmijë," tha ajo, "unë po plakem. Trupi im nuk është më si dikur. Kam nevojë për ju. Kam nevojë ta dini se nuk jam harruar." Agimi i shikoi poshtë. "Nën, ne kemi familje, kemi përgjegjësi." "E di," tha Fatime, "por edhe unë kam qenë familja juaj, edhe unë kisha përgjegjësi për ju dhe kur nuk ju braktisa." Heshtje. Besniku i foli. "Nën, ti e di se ne të duam, por jeta është e vështirë, nuk mund të jemi gjithmonë këtu." "Nuk po kërkoj që të jeni gjithmonë këtu," tha Fatime me zë të fyeshëm, "por kërkova vetëm që të mos më harroni." Fëmijët u ngritën dhe thanë se duhej të shkonin. Fatime i shikoi duke u larguar dhe ndjeu se diçka përfundimtare kishte ndodhur. Ata kishin bërë zgjedhjen e tyre. Vitet që pasuan ishin vite të vetmisë dhe të dhimbjes. Fatime u sëmur. Filloi të ketë dhimbje të forta në gjoks, të kollisej natën, të mos mund të hante, por nuk kishte kujt i thoshte. Kur agimi vinte, ajo përpiqej të dukej mirë, të mos e shqetësonte. Por një ditë ra në shtëpi dhe nuk mundi të çohej. Një fqinje i gjeti dhe thirri fëmijët. Agimi erdhi, por në vend që ta çonte në spital, tha se do të sillte një mjek në fshat. Mjeku erdhi, i dha disa ilaçe dhe iku. Agimi qëndroi një natë dhe më pas u largua. Fatime mbeti vetëm përsëri, e sëmur dhe pafuqishme. Ajo kishte kohë të mendonte tani. Mendonte për gjithë ato vite kur kishte sakrifikuar gjithçka. Mendonte për netët kur kishte fjetur e uritur që fëmijët të hanin. Mendonte për ditët kur kishte punuar derisa duart i kishin gjagosur. Mendonte për të gjitha premtimet që kishte bërë, që asnjëherë nuk do t'i braktiste, që gjithmonë do të ishte aty për ta. Dhe tani ajo ishte e braktisur, ishte e harruar. Një natë, kur hëna ndriçonte në përdritaren e vogël dhe gjithçka ishte e heshtur, Fatime foli me veten. "Ku gabova?" pyeti ajo. "Ku gabova që fëmijët e mi nuk më duan më?" Por në thellësi, Fatime e dinte se nuk kishte gabuar në asgjë.
Kishte dhënë gjithçka. Problem nuk ishte ajo. Problemi ishte që jeta e kishte mësuar që njerëzit harrojnë shpejt. Mësuan që një herë që nuk kanë më nevojë për dikë, e lën pas. Fatime kujtoi ditën kur kishte lindur Agimin, kujtoi ndjenjën kur e kishte mbajtur për herë të parë, për shpirtin e tij të vogël, ngrohtësinë e trupit të tij. Kishte premtuar atëherë se asgjë nuk do ta ndante prej tij, por jeta e kishte ndarë, jeta dhe haresa. Fatime vazhdoi të jetonte vetëm për muaj të tjerë. Shëndeti i saj u përkeqësua, por askush nuk vinte ta shihte. Ndonjëherë telefononte Agimin, por ai thoshte se ishte i zënë. Telefononte Besnikun, por ai nuk përgjigjej. Telefononte Dritën, por bia e saj fliste shpejt dhe mbyllte telefonin. Një ditë, Fatime nuk mundi të çohej nga shtrati, ndjeu se fundi po afronte. Thiri një fqinje dhe i kërkoi që të telefononte fëmijët. Fqinja telefonoi, por vetëm Agimi erdhi. Erdhi në mbrëmje, pa nxitim, sikur po vinte për një vizitë të zakonshme. Fatime e shikoi dhe nuk tha asgjë. Çfarë mund të thoshte? Çfarë mund të thoshte një nën që ka dhënë gjithçka dhe që tani gjendet e braktisur? Agimi u ul pranë shtratit dhe pyeti: "Si je, nën?" Fatime e shikoi dhe më pas tha: "Unë jam duke vdekur, djalë, por ti e di këtë, të gjithë e din." Agimi shikoi poshtë. "Nën, mos fol kështu." "Pse?" pyeti Fatime. "Pse të mos flas kështu? E vërteta është e vërteta. Unë jam duke vdekur dhe ju më keni braktisur." Agimi ngriti kokën. "Ne nuk të kemi braktisur." "Jo," tha Fatime me një zë që ishte një përzierje dhimbjeje dhe hidhërimi. "Ku keni qenë kur kisha nevojë për ju? Ku keni qenë kur kam qenë e sëmur? Ku keni qenë kur kam qenë e vetmuar?" Agimi nuk tha asgjë. "Ju i rita, ju dhash gjithçka që kisha. Nuk hëngra që ju të hanit, nuk fjeta që ju të flinit. Punova derisa trupi im u thye. Dhe për çfarë? Që të më harroni, që të më braktisni." Agimi filloi të qaj. "Më fal, nën." Por Fatime tundi kokën. "Nuk është fjala për falje, djalë, është fjala për atë që ka ndodhur, është fjala për atë që ju zgjodhët të bënit. Ju zgjodhët jetën tuaj dhe më lat mua pas. Dhe tani, në fund të jetës sime, jam krejtësisht e vetme." Fatime vdiq 2 ditë më vonë. Vdiq vetëm në atë shtëpi të vogël ku kishte jetuar gjithë jetën. Kur fqinja e gjeti, thirri fëmijët. Këtë herë erdhën të gjithë. Agimi, Besniki, Drita, Lumi, Arta. Erdhën dhe qanë me zë të lartë, sikur dhimbja e tyre ishte reale. Por ku ishin këto lot kur Fatime ishte ende gjallë? Ku ishte kjo dhimbje kur ajo kishte nevojë për ta? Fshati erdhi për varrimin. Njerëzit folën për Fatimen, për sakrificat e saj, për jetën e saj të vështirë. Folën për atë se si kishte qenë një nënë e madhe, një grua e fortë, por Fatime nuk ishte më aty për t'i dëgjuar këto fjalë. Pas varrimit, fëmijët u kthyen në jetën e tyre. Për disa ditë folën për nënën, ndihen fajsi, thanë se do të kishin dëshiruar të kishin qenë më të pranishëm. Por jeta vazhdoi. Ditët kaluan, javët kaluan, muajt kaluan, dhe ngadalë, Fatime filloi të harrohet. Fëmijët vazhduan me jetën e tyre, me problemet e tyre, me gëzimet e tyre. Vetëm ndonjëherë, në momente të heshtura, njëri prej tyre kujtonte. Kujtonte një moment kur nëna ishte aty. Kujtonte një buzëqeshje, një përqafim, një fjalë të butë. Por momentet kalonin dhe jeta vazhdonte. Historia e Fatimes nuk është thjesht historia e një gruaje. Është historia e mira nënave që kanë sakrifikuar gjithçka për fëmijët e tyre dhe që në fund janë gjetur të braktisura. Është një kujtesë se prindrit nuk janë të përjetshëm. Ata plaken, dobësohen, kanë nevojë për ne ashtu siç ne kemi pasur nevojë për ta. Është një kujtesë se dashuria e vërtet nuk matet me fjalë, por me vepra. Nuk mjafton të thuash të dua nëse nuk je aty kur ke nevojë. Është një kujtesë se jeta është e shkurtër dhe që nuk ka kohë për të shtyrë gjërat për më vonë. Nëse ke një prind që ende jeton, shko ta shohësh sot, jo nesër, jo javën tjetër, sot, sepse një ditë do të jetë shumë vonë dhe atëherë do të mbeten vetëm keqardhje dhe lot. Varri i Fatimes ndodhej në skajin e varrezave të fshatit, në hijen e një arre të vjetër.
Në fillim, fëmijët vinin shpesh, sillnin lule, pastronin varrin, qëndronin për pak minuta në heshtje, por me kalimin e kohës, vizitat u bën më të rralla. Një herë në muaj, pastaj një herë në 3 muaj, pastaj vetëm në ditë të veçanta. Agimi vinte për Bajram, Besniki vinte kur kishte kohë të lirë, Drita vinte një herë në vit kur kthehej në fshat për të vizituar të afërmit e tjerë. Lumi dhe Arta kishin pushuar pothuajse krejtësisht së ardhuri. Jeta në qyteti kishte gëlltitur. Kishin punë, kishin fëmijë, kishin shqetësime të tjera. Varri filloi të mbulohej me bar të egër. Guri i varrit, që kishte qenë i pastër dhe i bardh, filloi të zverdhohej nga koha. Emri i Fatimes, i gdhendur në gur, filloi të zbehej. Dhe një ditë, kur një udhëtar kaloi pranë varrezave, pa një varr të braktisur dhe pyeti një plak që po kalonte. Kush qetrohet këtu? Plaku ndaloi, e shikoi varrin dhe pastaj tondi kokën. Një grua, tha ai. Një grua që dha gjithçka për fëmijët e tyre, por që në fund janë gjetur të braktisura. Udhëtari nuk tha asgjë më shumë dhe vazhdoi rrugën. Agimi ishte tani në të 50-tat. Kishte 3 fëmijë dhe një grua që kishte filluar të plakej edhe ajo. Jeta e tij nuk ishte e lehtë, por nuk ishte as aq e vështirë sa ishte qenë kur ishte fëmijë. Kishte një shtëpi, kishte punë, kishte stabilitet, por kishte diçka që nuk e linte të qetë. Ishte një ndjenjë që e ndiqte në çdo moment, një ndjenjë që nuk mund ta shpjegonte, por që e dinte se çfarë ishte. Ishte faj, ishte pendimi. Ndonjëherë, kur ishte vetëm, Agimi kujtonte nënën e tij. Kujtonte mënyrën se si e kishte shikuar atë natë të fundit, mënyrën se si i kishte thënë që e kishin braktisur. Kujtonte lot në sytë e saj, dhimbje në zërin e saj. Dhe çdo herë që kujtonte, zemra i rëndohej. Përpiqej të shkund këto mendime, të fokusohej në jetën e tij, në familjen e tij. Por mendimet ktheheshin, sidomos natën, kur gjithçka ishte e heshtur dhe nuk kishte ku të fshihej prej tyre. Një natë, gruaja e tij e gjeti duke qarë në errësirë. "Çfarë ke?" e pyeti ajo. "Asgjë", u përgjigj Agimi, duke fshirë syt. Por ajo e njihte. "Je duke menduar për nënën tënde?" Kokën kuli Agimi. "Nuk isha aty për të", tha ai me zë të thyeshëm. "Kur kishte nevojë për mua nuk isha aty. Dhe tani është shumë vonë. Asgjë nuk mund ta kthej pas." Gruaja e tij nuk tha asgjë. Çfarë mund të thoshte? E vërteta ishte e vërtet. Agimi kishte 3 fëmijë, 2 djem dhe një vajzë. I kishte rritur me dashuri, por edhe me reptësi. I kishte dhënë atë që kishte mundur: arsim, ushqim, veshje, një shtëpi. Por me kalimin e kohës, filloi të shihte diçka që e tremte. Fëmijët e tij po bëheshin të vavarur dhe po largoheshin prej tij, ashtu siç ishte larguar nga nëna e tij. Gjali më i madh ishte martuar dhe kishte shkuar të jetonte në një qytet tjetër. Vinte rrallë dhe kur vinte, qëndronte pak. Gjali i dytë ishte ende beqar, por kalonte më shumë kohë me miqt se sa me familjen. Vajza ishte ende në shtëpi, por edhe ajo po planifikonte të largohej. Një ditë, Agimi u tha fëmijëve të tij: "Kur unë të plakem, a do t'jeni këtu për mua?" Fëmijët e shikuan me çudi. "Sigurisht, baba", than ata. "Pse e pyet këtë?" Por Agimi nuk ishte i bindur, sepse i kujtoheshin fjalët që ai vetë i kishte thënë nënës së tij dikur: "Sigurisht nën, ne të duam." Por pastaj nuk ishte qenë aty. Historia po përsëritej dhe Agimi e ndjeu këtë si një ndëshkim. Ishte cikli i jetës, ti braktis prindrit e tu dhe fëmijët e tu të braktisin ty. Një ditë pas shumë vitesh, Agimi thiri Besnikun, Dritën, Lumin dhe Artën për të folur. U takuan në shtëpinë e vjetër, ku kishin jetuar të gjithë bashkë me Fatimen. Shtëpia ishte tani e braktisur dhe e prishur, çatia kishte rënë, disa mure ishin coptuar dhe bari kishte mbuluar oborrin. U ulën jashtë, në tokë, dhe për një moment askush nuk foli. Vetëm era e lehtë e maleve dhe tingujt e largët të fshatit dëgjoheshin. Më në fund, Agimi foli. "Ju kujtoni nënën?" pyeti ai. Të gjithë kryen, sigurisht që e kujtonin.
Ju kujtoni se çfarë na tha natën e fundit? Vazhdoi Agimi. Na tha se e kishim braktisur dhe kishte të drejtë. Besniku shikoi poshtë. E di, tha ai me zë të ulët. Çdo ditë mendoj për të. Çdo ditë pendohem. Drita kishte lot në sy. Unë nuk munda të jem aty, tha ajo. Kisha fëmijë, kisha jetën time, por kjo nuk e bën më të lehtë. Asnjë ditë nuk kalon pa menduar për të. Lumi dhe Arta ishin të heshtur. Ata ishin më të rinjt dhe ndoshta nuk e kishin ndjer peshën e kësaj aq thellë sa vëllezrit dhe motra e tyre më të mëdhenj, por edhe ata e dinin se kishin gabuar. Ne nuk mund ta kthejmë pas, tha Agimi. Ajo ka vdekur, por mund të mësojmë prej saj. Mund t'u premtojmë fëmijëve tanë se nuk do të bëjmë të njëjtën gabim me ta. Mund t'u mësojmë atyre të respektojnë prindrit, të jenë aty kur kanë nevojë. Të gjithë ranë dakord, por thellë në brendësi të tyre, dinin se ishte shumë vonë për ta ndryshuar të kaluarën, dhe ndoshta ishte shumë vonë edhe për të ardhmen. Vitet kaluan dhe Agimi u bë gjysh. Gjalit të tij i lindi një fëmijë, një vajzë e vogël me sy të mëdhenj, të ngjashme me ato të Fatimes. Kur Agimi e pa për herë të parë, diçka brenda tij u prish. E mbajti vajzën në krah dhe për një moment ishte sikur kohë kishte kthyer prapa. Ishte sikur po mbante nënën e tij, të vogël dhe pafajshme, para se jeta ta kishte prishur. Si do ta quash? E pyeti Agimi. Gjali shikoi te gruaja e tij dhe pastaj tha: Mendojmë ta quajmë Fatime, në nder të gjyshes së saj. Agimi nuk mund të fliste. Ndjeu se fyti u mbylli dhe lotët filluan të rrithnin. E puthi vajzën dhe pastaj ja dha gjalit. Kujdesu për të. Dhe kur të rritet, tregoje për gjyshen e saj. Tregoje se si ishte një grua e fortë, e guximshme, që dha gjithçka për fëmijët e saj. Dhe tregoje se ne e tradhtuam, që ajo të mos bëj të njëjtën gabim me ta. Gjali i tij premtoi. Atë natë, Agimi pa një ëndër. Në ëndër, ai ishte përsëri fëmijë. Ishte në shtëpinë e vjetër dhe nëna e tij, Fatime, ishte aty. Ajo po gatuante bukë në vatre dhe po këndonte një këngë të vjetër që Agimi e kishte harruar prej kohësh. Nën, i tha Agimi në ëndër. Fatimja u kthye dhe e shikoi. Ajo nuk dukej e zemëruar. Ajo buzëqeshte, një buzëqeshje të njëjtë si butë që kishte gjithmonë. Nuk ka nevojë për falje, djali im. Nuk pushova së dashuruarit, edhe kur ju më braktisët, edhe kur kisha dhimbje. Kur nuk pushova së dashuruarit. Por ti ke vdekur e vetmuar, tha Agimi duke qarë. Vdiqe pa askënd pranë. Po, por unë nuk isha plotësisht e vetmuar. Kisha kujtimet e mia, kisha ditët kur ju ishit vegjël dhe kur gjithçka ishte e thjeshtë. Kisha dashurinë që ndjenit për ju, edhe kur ju nuk e kthenit. Agimi donte të fliste më shumë, por zgjuheu. Ishte mëngjes. Dielli sapo po ngrihej. Dhe për herë të parë në shumë vitesh, Agimi ndjeu një lloj qetësie. Nuk ishte lumturi, nuk mund të ishte lumturi pas asaj që kishte ndodhur, por ishte një lloj pranimi. Nëna e tij e kishte falur, dhe ndoshta një ditë, edhe ai do të mund të falte veten. Agimi filloi të kalonte më shumë kohë me mbesën e tij, Fatimen e vogël. Kur ajo u rrit dhe filloi të fliste, ai i tregonte përralla për gjyshen e saj. I tregonte për ditët kur Fatime punonte nga Agimi në mbrëmje, për netët kur nuk flinte që fëmijët të kishin të ngronë, për sakrificat që bënte çdo ditë. Vajza e vogël e dëgjonte me vëmendje. Gjyshi, pyeti ajo një ditë. Pse gjyshja ime e vdiq vetëm? Agimi e shikoi dhe për një moment nuk diti çfarë të thoshte. Pastaj vendosi të ishte i sinqert. Sepse ne e braktisëm, tha ai. Sepse harruam se sa shumë kishte bërë për ne, dhe kur ajo kishte nevojë për ne, nuk ishim aty. Vajza e shikoi me sy të mëdhenj. Për pse? Sepse menduam se jeta jon ishte më e rëndësishme, tha Agimi. Menduam se kishim kohë, por nuk kishim. Dhe tani ajo ka vdekur, dhe ne jetojmë me pendim. Unë nuk do ta bëj këtë, tha vajza me vendosmëri. Kur ti të plakesh gjysh, unë do t'jem aty për ty. Agimi buzëqeshi, një buzëqeshje të hidhur. Shpresoj që të jesh, tha ai.
Por jeta të ndryshon, të bën të harrosh, të bën të mendosh se të tjerët mund të presin, dhe para se ta kuptosh, është shumë vonë. Vitet kaluan dhe Agimi u plak. Trupi i tij filloi të dobësohej, ashtu si ishte dobësuar trupi i nënës së tij. Filloi të ketë nevojë për ndihmë për gjëra të thjeshta, për të ecur, për të ngrënë, për të veshur. Djali i tij më i madh jetonte larg dhe rrallë vinte. Djali i dytë kishte familjen e tij dhe ishte i zënë. Vajza vinte më shpesh, por edhe ajo kishte jetën e saj. Agimi gjendej shpesh i vetëm, dhe në ato momente kujtonte nënën e tij. Kujtonte se si kishte ndjer ajo në ditët e fundit të jetës së saj. Kujtonte dhimbjen, vetminë, ndjenjën e braktisjes, dhe tani ai po e jetonte të njëjtën gjë. Një ditë, ndërsa ishte ulur në dhomën e tij të vogël, një djalë i ri erdhi ta vizitojë. Ishte djali i djalit të tij më të vogël, mbesi i tij. "Gjysh," tha djali, "si je?" Agimi e shikoi dhe buzëqeshi dobët. "Ja mirë, djalë, po ti?" Ata folën për pak minuta dhe pastaj djali tha se duhej të shkonte. Agimi e shikoi duke u larguar dhe ndjeu një val trishtimi. Historia po përsëritej. Brezat po bëheshin më të largët nga njëri tjetri. Por pastaj, djali u kthye. "Gjysh," tha ai, "a mund të vizitoj përsëri nesër?" Agimi e shikoi me çudi. "Pse do të vije nesër?" "Sepse dua të kaloj kohë me ty, sepse je gjyshi im dhe nuk di sa kohë të mbetur kemi." Për herë të parë në shumë vite, Agimi ndjeu diçka që i ngjante shpresës. Ndoshta, thjesht ndoshta, brezi i ri do t'ishte ndryshe. Ndoshta ata do të mësonin nga gabimet e të kaluarve. Pas vdekjes së Agimit, fëmijët e tij filluan të pastrojnë shtëpinë e tij. Në një sirtar të vjetër, gjetën një zarf. Brenda kishte një letër, të shkruar me shkrim të durueshëm dhe të rënduar. Ishte shkruar nga Fatime, nëna e Agimit, shumë vite më parë. Ata e hapën dhe filluan ta lexonin. "Fëmijët e mi të dashur, kur të lexoni këtë letër, unë nuk do të jem më këtu, por dua t'ju lë disa fjalë, disa mendime që më kanë shoqëruar gjithë jetën. E di se nuk ka qenë lehtë për ju. E di se keni pasur jetën tuaj, shqetësimet tuaja, familjet tuaja, por dua t'ju të lë disa fjalë, disa mendime që më kanë shoqëruar gjithë jetën. E di se nuk ka qenë lehtë për ju. E di se keni pasur jetën tuaj, shqetësimet tuaja, familjet tuaja, por dua t'ju të lë disa fjalë, disa mendime që më kanë shoqëruar gjithë jetën. Unë ju fal, edhe pse më braktisët, edhe pse më latë të vetmuar, unë ju fal, sepse ju jeni fëmijët e mi, dhe dashuria ime për ju është më e fortë se çdo dhimbje. Por ju lutem, mos bëni që fëmijët tuaj të shkruajnë letra si këtë një ditë. Mos bëni që ata të jenë në pozicionin time. Jeni të mirë me njëri tjetrin, kujdesuni për prindrit tuaj, dhe mbi të gjitha, mos harroni se koha nuk pret askënd." Me dashuri të përjetshme, nëna juaj Fatime. Kur mbaruan së lexuari, të gjithë kishin lot në sy. Letra ishte shkruar dekada më parë, por fjalët ishin aq të freskëta, sikur ishin shkruar tje. Drita, e cila tani ishte në të 60-tat, e puthi letrën. "Nën, pëshpëritja jo. Në ke falur, por ne nuk mund të falim veten." Vitet vazhduan të kalojnë. Historia e Fatimes u transmetuan nga brezi në brez. Mbesat dhe mbesit e saj e dëgjonin nga prindrit e tyre dhe ata u tregonin fëmijëve të tyre. Dhe ngadalë, diçka filloi të ndryshojë në atë familje. Fëmijët filluan të kujdesen më shumë për prindrit e tyre, filluan të telefonojnë më shpesh, të vizitonin më rregullisht, të tregojnë më shumë dashuri. Sepse asnjë prej tyre nuk donte që dikush në familjen e tyre të përjetonte atë që kishte përjetuar Fatime. Asnjë prej tyre nuk donte që dikush të vdiste i vetmuar dhe i braktisur. Historia e Fatimes u bë një mësim, një paralajmërim, një kujtesë se çfarë mund të ndodhë kur harrojmë vlerën e atyre që na kanë dhënë gjithçka. Por historia e Fatimes nuk është vetëm për atë familje, është për çdo familje. Është për çdo fëmijë që ka harruar ta telefonojë nënën, për çdo bir që ka thënë do të shkoj nesër dhe që nesër kur nuk ka ardhur. Për çdo bi që ka qenë shumë e zënë me jetën e saj, që të kujtojë se prindrit e saj po plaken. Është një kujtesë se prindrit tanë
nuk do të jenë për gjithmonë këtu. Ata po plaken çdo ditë, trupi I tyre po dobësohet, shëndeti I tyre po keqësohet, dhe një ditë do të jetë shumë vonë. Kur ata të mos jenë më, nuk do të ketë mundësi për ta thënë, më fal. Nuk do të ketë mundësi për t'i përqafuar. Nuk do të ketë mundësi për t'u thënë, të dua. Do të mbeten vetëm kujtimet, dhe nëse ato kujtime janë plot me pendim, me faj, me mundësi të humbura, atëherë do të jetë një barë që do ta mbash gjithë jetën. Pra, çfarë mund të bësh sot? Nëse nëna jote apo babai yt është ende gjallë, thirre tani. Jo më vonë, jo nesër, tani. Dëgjoj zërin e tyre. Pyeti se si janë. Thuaj se sa shumë I do. Nëse ata janë afër, shko t'i vizitosh. Merr kohë nga jeta jote e zënë dhe kalo disa orë me ta. Dëgjoj historitë e tyre, shiko fotot e vjetra. Bëj atë që nuk e mundur ta bësh prej kohësh. Nëse ke fëmijë, mësoj se si të respektojnë prindrit e ty. Mësoj se si të jenë të pranishëm, se si të tregojnë dashuri, se si të kujdesen për të moshuarit. Sepse një ditë, ata do të plaken edhe vetë, dhe mënyra se si ti I trajton prindrit e tu, do të jetë mënyra se si fëmijët e tu do të trajtojnë ty. Historia e Fatimës ka përfunduar. Ajo ka vdekur, ka u varrosur, dhe emri I saj ka filluar të harrohet. Por mesazhi I saj vazhdon të jetojë. Vazhdon të jetojë në çdo familje, ku fëmijët kanë mësuar nga gabimet e së kaluares. Vazhdon të jetojë në çdo person që ka vendosur të jetë më I pranishëm, më I kujdesshëm, më dashamirës. Fatime nuk kërkoi asnjë të madhe. Kërkoi vetëm që të mos harronte. Kërkoi vetëm që fëmijët e saj të ishin aty kur kishte nevojë. Dhe nëse ne, secili prej nesh, mund të sigurojmë se prindrit tanë nuk ndihen kur të harruar, kur të braktisur, kur të vetmuar, atëherë Fatime nuk ka vdekur kot. Atëherë sakrifica e saj do të ketë kuptim. Atëherë jeta e saj do të ketë lënë një trashëgimi që do të vazhdoj për breza. Besniki, djali I dytë I Fatimes, Nani ishte në të 6 jeta disa. Flokët I kishte zbardhur krejtësisht, shpina ishte përkulur nga vitet e punës së rëndë, dhe duart I dridheshin lehtë kur e përpiqej të mbante diçka. Kishte jetuar një jetë të mbushur me punë, me përgjegjësi, me ditë që kalonin shpejt pa ja vënë vesh. Një ditë vjeshte kur gjethet po binin dhe era e ftohtë e maleve fillonte të thriste, besniku vendosi të kthehej në fshat. Nuk ishte qenë atje prej vitesh, kishte vënë gjeshime të ndryshme, punë, shëndet, largësia, fëmijët, por e vërteta ishte që kishte frikë nga kujtimet, frikë nga shtëpia e vjetër, ku nëna e tij kishte jetuar dhe vdekur e vetmuar. Udhërtimi deri në fshat ishte I gjatë. Rrugët ishin të këqija, plot me gropa dhe gur. Autobusi lëvizte ngadalë, duke u tundur nga ana në anë. Besniku I shikonte nga dritarja dhe shihte male që I njihte, pemë që I kujtonte, shtëpi që kishin qenë aty që kur ishte fëmijë. Kur arriti në fshat, doli nga autobusi dhe qëndroi për një moment në mes të rrugës. Gjithçka dukej më e vogël se sa e kujtonte. Shtëpitë dukeshin më të vjetra, rrugët më të ngushta, njerëzit më të pakët. Fshati po vdiste ngadalë, ashtu si shumë fshatra të tjerë që njerëzit I kishin braktisur për të shkuar në qytete. Besniku filloi të ecte drejt shtëpisë së vjetër. Zemra I rrathte fort, çdo hap ishte I rënd, sikur këmbët I ishin bërë prej plumbi. Kujtoi ditën kur ishte larguar për herë të fundit, ditën kur nëna e tij kishte qëndruar në prag dhe e kishte shikuar duke u larguar. Ajo nuk kishte thënë asgjë, por sytë e saj kishin folur. Kishin thënë, mos më haro. Por ai e kishte harruar, jo krejtësisht, por mjaftueshëm. Kur arriti te shtëpia, besniku ndaloi dhe e shikoi. Ishte edhe më e prishur se sa e kishte imagjinuar. Çatia kishte rënë në disa vende, dyert ishin shkulur, dritaret ishin thyer. Bari kishte mbuluar oborrin dhe pemët e vjetra frutore ishin tharë. Hyrja në shtëpi ishte sikur të hyje në një varr. Era e lagështisë dhe e mykut e goditi menjëherë. Dyshemeja kishte plasaritur dhe në disa vende ishin shfaqur bimë të egra që kishin depërtuar nga toka. Muret ishin të zverdhura dhe të prishura.
Zjarri I vjetër në mes të dhomës ishte mbushur me pluhur dhe me rënoja. Besniku hyri ngadalë, duke shkelur me kujdes që të mos binte. Shikoi rrethe për qark dhe filloi të kujtoi. Këtu, në këtë cep, kishte fjetur kur ishte fëmijë. Atje, pranë zjarrit, nëna e tij kishte gatuar bukë çdo mëngjes. Aty, pranë dritares, ajo kishte qëndruar dhe e kishte shikuar rrugën, duke pritur që dikush nga fëmijët të vinte. Ai u ul në dysheme, megjithse ishte e pistë dhe e ftohtë. Vendosi dorën mbi tokën dhe e ndjeu ngrohtësinë që nuk ishte matje. E ndjeu praninë e nënës së tij, sikur ajo ishte ende atje, duke punuar, duke gatuar, duke pritur. Nën, përshpëriti ai. Kam ardhur, më fal që erdha shumë vonë. Nuk erdhi asnjë përgjigje, vetëm heshtja e shtëpisë së braktisur dhe era që fshfërinte nëpër plasaritjet e mureve. Besniku qau ashtu si nuk kishte qarë prej vitesh, qau për të gjitha ditët që nuk kishte qenë aty, qau për të gjitha telefonatat që nuk kishte bërë, qau për të gjitha momentet që kishte humbur, qau për nënën e tij që kishte vdekur duke pritur që ai të vinte. Kur doli nga shtëpia, besniku pa një plak që po kalonte në rrugë. E njihte, ishte Zoja Zoje, një fëmijë e vjetër që kishte jetuar pranë tyre kur ishin fëmijë. Tani ajo ishte shumë e vjetër, me shpinën krejtësisht të përkulur dhe me një shtap në dorë për të mbështetur. Besnik, thiri ajo me zë të dobët. Je ti? Besniku u afrua. Po, jam unë, Zoja Zoje, si jeni? Plaka e shikoi me sy që ishin mbushur me lot. Jam e vjetër, djalë, shumë e vjetër, por ty nuk të kam parë prej shumë vitesh, ku ke qenë? Në qytet, kam jetuar atje me familjen time. Zonja Zoje kreu. E di, të gjithë shkuan, të gjithë braktisën fshatin, braktisën prindrit. Besniku ndjeu një dimk në gjoks. Ju e keni njohur nënën e tim, e keni parë në ditët e fundit. Plaka u urdhë në një gur pranë rrugës dhe e bëri shenjë besniku të ulej pranë saj. Po, e kam parë çdo ditë sepse ajo ishte fëmijëja ime dhe nuk kishte tjetër. Si ishte? Pyeti besniku me zë të thyeshëm. Ishte e vetmuar, shumë e vetmuar, kalonte ditët duke pritur, çdo herë që dëgjonte një zë në rrugë, dilte dhe e shikonte duke shpresuar që ishte dikush nga fëmijët, por kurrë nuk ishte dikush. Besniku nuk mund të fliste, fyti I ishte mbyllur. Ndonjëherë vinte te vazhdoi plaka. Ulej dhe flisnim për ju. Ajo më tregonte për ju kur ishit fëmijë, për ditët kur ishit të lumtur, për ëndrat që kishte, e pastaj qante. Qante në heshtje, por unë e shikoja dhimbje në sytë e saj. Pse nuk na thirri? Pse nuk na tha se sa keq ishte? Sepse nuk donte t'ju shqetësonte, sepse ju donte aq shumë sa që nuk donte të ishte barë për ju. Mendonte se ju kishit jetën e juaj dhe se ajo nuk duhej të ndërhynte. Besniku I mbuloi fytyrën me duar. Ne duhej të kishim ditur, duhej të kishim qenë aty. Po, duhej, por nuk ishit. Dhe tani ajo ka vdekur dhe ju jetoni me këtë barë. Nën, foli ai duke qarë. Jam këtu, erdha të shjo. E di që erdha shumë vonë, e di që nuk isha aty kur ke pasur nevojë, por jam këtu tani. Jam këtu dhe nuk do të harroj më kurrë. Foli për orë të tëra. I tregoi nënës së tij për jetën e tij, për fëmijët e tij, për vështirësitë që kishte hasur, për gëzimet që kishte përjetuar. I tregoi për gjithçka që nuk ja kishte treguar kur ajo ishte gjallë. Dhe ndërsa fliste, ndjeu sikur ajo po e dëgjonte, ndjeu sikur era që po fryte ishte frymarrja e saj, ndjeu sikur ngrohtësia e diellit që po binte mbi të ishte prekja e saj. Kur përfundoi, besniki I puthi gurin e varrit. Do të kthehem, premtoi ai. Do të kthehem shpesh, nuk do të lë të vetmuar më. Pas disa ditësh, besniki kontaktoi vëllezërit dhe motrat e tij. U tha se donte t'i takonte të gjithë në fshat, te shtëpia e vjetër. Kishte diçka që donte t'u thoshte. Agimi erdhi nga një qytet tjetër, drita erdhi me burr, lumi erdhi nga vendi ku jetonte, Arta erdhi me fëmijët e saj. Të gjithë mblodhen jashtë shtëpisë së prishur, duke shikuar njëri tjetrin me një përzierje emocionesh, gëzim për t'u parë, por edhe dhimbje për arsyen e takimit. Besniki filloi të fliste. Ju kam thirrur këtu, sepse nuk mund ta mbaj më brenda. Kam vizituar varrin e nënës, kam folur me fëmijët e vjetër, kam kuptuar se sa shumë gabim kemi bërë.
Ne e dim, tha Agimi me zë të ulët, të gjithë e dim. Po, e dim, tha Besniki, por çfarë kemi bërë për këtë? Çfarë kemi bërë për të ndryshuar? Çfarë kemi bërë për të siguruar që fëmijët tanë të mos bëjnë të njëjtën gabim? Askush nuk foli. Unë propozoj diçka, vazhdoi Besniki. Propozoj të vim këtu, të gjithë bashk, një herë në vit, të pastrojmë varrin e nënës, të ndreqim shtëpinë e vjetër, ose të paktën ta mbajmë që të mos shembet krejtësisht, të kujtojmë atë që ajo bëri për ne dhe të transmetojmë këtë kujtesë tek fëmijët tanë. Drita, që kishte qëndruar e heshtur deri tani, filloi të flasë. Unë pranoj, tha ajo duke qarë. Pranoj sepse nuk mund të jetoj më me këtë faj. Çdo natë shoh ëndër nënën, çdo natë e shoh duke më shikuar me ato sy të dhimbshur, nuk mund ta duroj më. Agimi kreu, edhe unë pranoj, le ta bëjmë këtë, le t'i japim nënës atë respekt që nuk ja dham kur ishte gjallë. Lumi dhe Arta ran dakord gjithashtu, dhe kështu, ata bën një premtim që do të vinin çdo vit, që do të kujtonin, që do të ndanin historinë e nënës së tyre me brezat e ardhshëm. Në muajt që pasuan, secili prej fëmijëve të Fatimes vendosi të shkruante një letër për nënën e tyre. Nuk ishin letra që ajo do t'i lexonte, ajo kishte vdekur, por ishin letra që ata kishin nevojë t'i shkruanin për veten e tyre, për të shprehur atë që nuk kishin mundur ta thoshin kur ajo ishte gjallë. Letra e Agimit. Nënë e dashur, çdo ditë mendoj për ty. Çdo ditë kujtoj fytyrën tënde kur të shikoja për herë të fundit. Shikoja dhimbjen në sytë e tu dhe nuk bëra asgjë. Isha frikacak, isha egoiste, mendova se jeta ime ishte më e rëndësishme se jeta jote. Por isha gabim. Çdo gjë që kam sot e kam për shkakun tënd. Çdo frymarrje që marr, e marr sepse ti më dhe jetë. Çdo sukses që kam arritur, e kam arritur sepse ti më mësove të jemi fart. Më fal, nën, edhe pse e di që nuk mund të më dëgjosh, të lutem më fal. Dhe di që ku të jesh, shpresoj që të dish se unë nuk të kam harruar. Asnjëherë nuk do të harroj. Me dashuri të përjetshme, Agimi. Letra e Desnikut. Nën, erdha në shtëpinë e vjetër, pash vendin ku jetove, ku punove, ku vdike, dhe më thye zemra. Më thye në copa kaq të vogla sa që nuk din nëse ndonjëherë do të mund të riparohet. Si mund atë të braktis, si mund atë të lë vetëm? Këto janë pyetje që më mundojnë çdo ditë dhe që nuk do të kenë kurrë përgjigje që më qetëson. Por dua të dish se tani po përpiqem. Po përpiqem të jem një bir më i mirë për kujtimin tënd. Po përpiqem të mësoj fëmijëve të mi atë që unë nuk mësova, se familja është gjithçka. Prihesh në paqe, nën, ne do të vazhdojmë historinë tënde. Besniki. Letra e Dritës. Nën e shtrenjtë. Jam bia jote që shkoj larg dhe që harroj të kthehej. Jam bia që u zë aq shumë me jetën e saj sa që harroj se ti po vdisje nga vetmia. Çdo natë them një lutje për ty. Çdo natë kërkoj falje për atë që bëra dhe për atë që nuk bëra. Dhe çdo natë shpresoj që ku të jesh, të dish se ne nuk jemi krejtësisht të humbur, se ende kemi kohë të mësojmë, të ndryshojmë, të bëhemi njerëzit që ti doje të kishim qenë. Të dua, nën, gjithmonë të kam dashur, edhe kur nuk e tregova. Drita. Letra e Lumit. Nën, isha më i vogli, dhe ndoshta për këtë nuk e ndjeva aq thellë si vëllezrit dhe motrat e mi të mëdhenj. Por tani, kur jam i rritur, kur kam fëmijët e mi, e kuptoj. E kuptoj se sa shumë na dhe. E kuptoj se sa shumë vuajte në heshtje. E kuptoj se ne ishim bota jote, dhe që ti nuk ishe bota jonë. Dhe kjo më dhemb më shumë se çdo gjë tjetër. Faleminderit për gjithçka, nën, dhe më fal për gjithçka që nuk bëra. Lumi. Letra e Artës. Nën, isha më e voglaja, dhe ti më trajtove si një thesar. Më mbuloje nga i ftohti, më ushqeve kur nuk kishte ushqim, më mësove të jem e fortë, dhe unë të lash kur ke pasur më shumë nevojë për mua. Nuk ka justifikim për këtë, nuk ka shpjegim që e bën më të lehtë, por premtoj se fëmijët e mi do të dinë për ty, do të dinë se ç'lloj gruaje ishe, dhe do të mësojnë të mos bëjnë të njëjtin gabim që bëra unë.
Prihesh në paqe, nënë e mie e dashur. Arta. Çdo vit në ditëlindjen e Fatimes, familja mblidhej. Vinin nga qytete të ndryshme, nga vende të ndryshme, por të gjithë vinin. Solli ushqim që Fatime kishte dashur të gatonte, solli përralla që ajo kishte dashur të tregonte, solli këngë që ajo kishte dashur të këndonte. Dhe për një ditë ishte sikur ajo ishte përsëri me ta. Ishte sikur nuk ishte vdekur, por vetëm kishte shkuar në një udhëtim të gjatë, dhe tani kishte ardhur për ta vizituar. Fëmijët e rritur të Fatimes luanin në borrin e shtëpisë së riparuar. Qeshnin, varronin, beshin sikur se kishin bërë gjenerata para tyre. Dhe për një moment, jeta ishte ashtu siç duhej të kishte qenë, e mbushur me dashuri, me familje, me kujtesë. Fëmijët e rritur të Fatimes filluan të shkruanin një libër. Ishte historia e jetës së nënës së tyre, e shkruar me detaje, me emocione, me të vërtetën e plotë. Nuk fshehën asgjë. Shkruan për sakrificat e saj, shkruan për braktisjen e saj, shkruan për pendimin e tyre. Libri u botua në një tirazh të vogël dhe u shpërnda në fshat dhe në fshatrat fqinje. Njerëzit e lexuan dhe shumë prej tyre e qarën, sepse historia e Fatimes nuk ishte vetëm historia e saj. Ishte historia e shumë prindërve që kishin jetuar dhe vdekur në heshtje, të harruar nga ata që i kishin rritur. Disa njerëz filluan ta ndanin librin me të tjerët. Disa filluan ta lexonin në takime familjare. Disa filluan ta përdornin si mësim për fëmijët e tyre. Dhe ngadalë, diçka filloi të ndryshojë. Njerëzit filluan të telefonojnë prindërit e tyre më shpesh, filluan ta vizitonin më rregullisht, filluan të tregojnë më shumë respekt, më shumë dashuri, më shumë kujdes. Historia e Fatimes po bëhej një mjet për ndryshim, për ndërgjegjësim, për kujtesë. Nipër i prembesat e Fatimes, që tani ishin të rritur, mbajtën një takim. Vendosën të krijonin një fondacion në emër të gjyshes së tyre. Fondacioni do të ndihmonte pleq të vetmuar në fshatra, do të siguronte ushqim dhe kujdes mjekësor për ata që nuk kishin askand. Do të bëjmë atë që nuk bëm për gjyshen tonë, tha njëri prej tyre. Do të sigurohemi që asnjë plak të mos vdesi vetmuar si ajo. Fondacioni u hap dhe filloi punën. Çdo muaj, vullnetar shkonin në fshatra dhe vizitonin të moshuarit. Sollën ushqim, ilaçe, por më e rëndësishmja, sollën kohë, sollën dëgjim, sollën kujdes. Dhe kur të moshuarit pyesnin pse po bërin këtë, vullnetarët u tregonin për Fatimen, u tregonin historinë e saj dhe thoshin: "Ne nuk duam që dikush tjetër të vuajë si ajo." Me kalimin e viteve, emri i Fatimes filloi të përmendet edhe nga njerëz që nuk e kishin njohur kurrë. U bë një simbol i sakrificës prindërore, një simbol i asaj që ndodh kur harrojmë ata që na duan. Në shkolla, mësuesit përdorën historinë e saj për të mësuar fëmijëve për respektin ndaj prindërve. Në qkisha dhe xhami, predikuesit flisnin për të si shembull i dashurisë së pakushtëzuar. Historia e saj u bë pjesë e folklorit të zonës. Njerëzit flisnin për Fatimen që dha gjithçka dhe për fëmijët që harruan. Dhe çdo herë që dikush dëgjonte historinë, ndalonte dhe mendohej. Mendohej për prindrit e tij, mendohej për atë që po bënte për ta, mendohej për atë që duhet të bënte. Agimi, djali më i madh i Fatimes, ishte tani shumë i vjetër. Trupi i tij ishte thyer nga koha, por mendja e tij ishte ende e qartë. Një ditë, kur po qëndronte në shtrat, i tha djalit të tij: "Kur të vdes, duhet të varrosem pranë nënës sime. Dua që gurët e varrezave tona të jenë pranë njëri tjetrit, ashtu që në vdekje të jem aty ku nuk isha në jetë." Djali i tij kreu: "Do të bëhet baba, dhe dua që në gurin tim të shkruhet diçka. Dua të shkruhet: këtu që të sohet një bir që mësoi shumë vonë vlerën e nënës së tij." "Baba", tha djali duke qarë, "ti bëre atë që munde." "Jo, nuk bëra, dhe dua që të gjithë ta dinë. Dua që kur njerëzit të lexojnë gurin tim, të mendojnë për prindërit e tyre, të mendojnë nëse po bëjnë mjaftueshëm, sepse asnjëherë nuk është mjaftueshëm derisa është shumë vonë." Disa javë më vonë, Agimi vdiq. U varros pranë nënës së tij, ashtu siç kishte kërkuar, dhe në gurin e tij u shkrua saktësisht atë që kishte dëshiruar. Njerëzit që vinin në varrez lexonin shkrimin dhe ndaloheshin. Shumë prej tyre largoheshin me lot në sy, të vendosur të bënin më mirë për prindërit e tyre.
Vitet vazhduan të kalonin. Besnik i vdiq, pastaj drita, pastaj lumi dhe arta. Të gjithu varrosën pra nënës së tyre, duke krijuar një varg varrezash që tregonin historinë e një familjeje që kishte mësuar mësimin e saj shumë vonë. Por nipërit dhe mbesat e Fatimes vazhduan punën, vazhduan ta ruanin shtëpinë e vjetër, vazhduan ta organizonin ditën vjetore të përkujtimit, vazhduan ta shpërndanin historinë e saj. Dhe gjenerata e re e fëmijëve, pronipërit e Fatimes, u ritën duke dëgjuar për gjyshën e tyre të madhe që nuk e kishin njohur kurrë, por që ndjenin sikur e njihnin, sepse ajo jetonte në çdo histori që dëgjonin, në çdo mësim që mësonin, në çdo vlerë që u transmetohej. Dekada më vonë, një grua e re erdhi në fshat, ishte jurnaliste dhe kishte dëgjuar për historinë e Fatimes. Donte ta shkruante për një revistë kombëtare, ta bënte të njohur për më shumë njerëz. U mëto me pronipërit e Fatimes, vizitoi shtëpinë e vjetër, shkoi në Varrez, dëgjoi të gjitha historitë, lexoi të gjitha letrat, pa të gjitha fotot, dhe kur shkroi artikullin, e shkroi me aq shumë pasion dhe emocion, sa që mijëra njerëz e lexuan. Artikulli u shpërnda gjerësisht. Njerëzit filluan ta komentonin në rrjete sociale, ta shpërndanin me miqtë e tyre, ta diskutonin në familje. Historia e Fatimes kishte arritur tani në një audiencë edhe më të gjerë, dhe me çdo person të ri që e dëgjonte, mesazhi i saj jetonte përsëri. Pas botimit të artikullit, një grup njerëzish vendosën të ngrenin një monument për Fatimen në qendër të fshatit. Nuk ishte diçka e madhe apo e shtrenjtë, vetëm një gur i thjesht me një mbishkrim. Mbishkrimi thoshte: në kujtim të Fatimes dhe të gjithë prindërve që japin gjithçka dhe që ndonjëherë harrohen. Le të mos harrojmë asnjëherë. Në ditën e përurimit, qindra njerëz erdhën nga fshati, nga qytete të ndryshme, madje edhe nga vende të tjera. Të gjithë kishin dëgjuar për Fatimen, të gjithë kishin prekur nga historia e saj. Një baba i vjetër u ngrit dhe foli. Unë jam këtu, thaj, sepse nuk dua që fëmijët e mi të ndërtojnë një monument për mua për të shprehur pendim. Dua që ata të më duan ndërsa jam gjallë, jo kur të jem vdekur. Fjalët e tij u duar të nkitën, sepse ishin fjalë të vërteta që secili e ndjeu në zemër. Disa vite më vonë, një regjizor i ri vendosi të bënte një dokumentar për Fatimen. Intervistoi antarët e familjes, fqinjet e vjetër, njerëzit që kishin përfituar nga fondacionin e emër të saj. Dokumentari u shfaq në televizion dhe u pa nga miliona njerëz. Shumë shikues thanë se pas shikimit telefonuan prindërit e tyre menjëherë. Disa shkuan t'i vizitojnë, disa u kërkuan falje për vite neglizhence. Historia e Fatimes po ndryshonte jetë, po bëhej më shumë se një histori e trisht, po bëhej një thirrje për veprim. Një ditë, familja e Fatimes mori një letër nga një burr që jetonte në një qytet të largët. Letra thoshte: Të nderuar, mora vesh për historinë e Fatimes nga dokumentari. Kur e shikova, qava. Qava sepse pash veten në fëmijët e saj. Qava sepse e kuptova se edhe unë po e braktisja nënën time. Nëna ime jeton vetëm, në një shtëpi të vogël. Nuk e kam vizituar prej 6 muajsh. Gjithmonë them se jam i zënë, por e vërteta është se kam harruar prioritetet. Pas shikimit të dokumentarit, udhtova menjëherë për ta parë. Kur mbërita, ajo qante. Mendova se kishte ndodhur diçka, më tha. Nuk vjen kurrë pa arsye. I shpjegova se kisha parë historinë e Fatimes dhe se kisha kuptuar se nuk doja që ajo të ndihej kurrë ashtu. Nëna ime më përqafoi dhe tha: Faleminderit Zotit për Fatimen, ajo më solli birin tim prapa. Faleminderit që keni ndarë historinë e saj. Më keni shpituar nga një pendim që do të më kishte ndjekur gjithë jetën. Me mirënjohje, një bir që mësoj në kohë. Kur familja e Fatimes lexoi këtë letër, e ndjeu se gjithçka që kishin bërë, dhimbja, puna, përkushtimi, kishte pasur kuptim. Pronipërit e Fatimes, që tani ishin prindër vet, u mësuan fëmijëve të tyre një lutje speciale. Çdo natë para se të flinin, fëmijët thonin: Zoti ynë, ndihmona të mos harrojmë kurrë ata që na duan. Ndihmona të jemi të mirë me prindërit tanë. Ndihmona të mos bëjmë gabimet që të tjerët kanë bërë, dhe mbroje të gjithë prindrit që janë të vetmuar sonte.
Ishte një lutje e thjeshtë, por e fuqishme, dhe me çdo natë që thurej, mesazhi i Fatimes jetonte përsëri. Nëse Fatime do të mund të fliste me botën sot, këto do të ishin fjalët e saj të fundit. Unë jam thjesht një grua e thjesht që jetoi dhe vdiq, por historia ime nuk është vetëm e imja, është historia e çdo prindi që jep gjithçka dhe që harrohet. Nëse je prind, vazhdo të jepësh, vazhdo të duash, edhe nëse nuk të kthehen, sepse dashuria e vërtet nuk pret asgjë në këmbim. Nëse je fëmijë, nuk pres derisa të jetë shumë vonë. Mos thuaj do të shkoj nesër, sepse nesër mund të mos vi. Telefono sot, vizito sot, thuaj të dua sot. Jeta është e shkurtër, dashuria është e çmuar. Koha nuk pret. Dhe kur të vdes dikush që ta ka dashur, mos e lëm që ai të vdes duke ditur se nuk ke qenë atje, sepse ajo dhimbje, ai pendim do të ndjek përgjithmonë. Jetoni me dashuri, jetoni me kujdes dhe asnjëherë mos harroni ata që ju bën atë që jeni. Të dashur shikues, kjo ishte historia e plotë e Fatimes, një histori që fillon me dashuri dhe mbaron me mësim. Një histori që duhet të na bëjë të gjithëve të reflektojmë, të veprojmë, të ndryshojmë. Mos e lëni që historia juaj të jetë si historia e fëmijëve të Fatimes. Mos e lëni që prindrit tuaj të ndihen të harruar, të braktisur, të vetmuar. Veproni sot, jo nesër. Sot. Shkruani në komente. Çfarë do të bëni sot për prindrit tuaj? Si do ta ndryshoni jetën juaj pas kësaj historie? Ndajeni historinë që të tjerët të mësojnë gjithashtu. Dhe mos harroni, koha nuk pret askënd. Dashuria tregon me vepra, jo me fjalë.